Të si ka qenë fëmijëria juaj, Hoxh? Faktikisht, domethënë, unë jam rritur në fshatin ku jam, që është këtu afër, po. Kam qenë tip që kam lexuar shumë, nuk kam qenë shumë i dhënë mbas asaj që bëshin, domethënë shokët e mi, domethënë lojrat ose gjuetia për mëllenja kështu gjërash. Kam qenë shumë pjesa e leximit, kam qenë shumë i dhënë mbas leximit. Ju që jeni rritë në fshat i keni pas, se edhe Viola në fshat është rritur, apo jo? I keni pas ka mundësi se unë se di fare ç'është gjuetia e mëllenjave për shembull, se kam ide. Ja, kujtova se the për librat. Faktikisht librat. Ose librat. Unë ato doja të pyesja si siguronit librat. Unë vija dhe se mëllenja ka plot po. Shisja me babai shiste domethënë vitën pazar, si më thon, me qira nga fshati. Edhe kur teprojte ndaj lek ose mi bëjte ndaj thurat, domethënë me rastin se shërbesha diçka, domethënë, edhe unë ato lek kisha blesha ndaj libër, domethënë isha shumë i dhënë mas novelave, se novelat ishin përshtatshme për moshën time, domethënë, ose tregimet ose vjershat, edhe kështu domethënë kam qenë tip që lexoja. Libri i parë fare, mbani mend cili ka qenë? Nuk e mbaj mend, po kam qenë i abonuar në atë kohë në revistën Horizonti. Ka qenë një revistë, domethënë, që ka qenë për adoleshentë diçka e tillë. Bëhet fjalë në fillim të viteve kam përshtypjen. Bëhet fjalë 80 e sa. Apo s'kishte ndruar akoma sistemi? S'kishte ndruar akoma sistemi. Hershë. Sistemi, po. Domethënë unë kur kam mbaruar klasën e 8, atëherë ishte sistemi në rënje, pastaj fillova shkollën e mesme. Vazhdova këtu në Tiranë, vazhdova gjimnaz, pastaj lash gjimnazin dhe shkova tek medreseja. Medreseja atëherë ka qenë tek Pazari i Ri, tek xhamia e Kokonozit. Tek xhamia e Kokonozit, po. Disa magazinat e vahit. Po. Ato pastaj mori komuniteti musliman, i bëri medrese, bëri 10 klasa. Aty pastaj vazhdova. Një sekondë, nuk ka qenë medreseja këtu ku është? Jo. Ka qenë tek Pazari i Ri. Dukemi që jemi jabanxhin, Moregon, duk. Jemi jabanxhin, kemi një Tiranës. Kështu do të thënë, po faktikisht ka një origjinë, se me që keni thjesht të dini origjinën e situatës. Normalisht në familje mami, domethënë, agjeronte këto nete mirë ose Ramazanin, ato hallat ija, pra mami i babit. Edhe ka pas nga krau i mamit gjyshi ka qenë myezin, pra ka pas tritezanin pas se prisha i feja. Edhe ka qenë një si far fryme në të njëjtën kohë nga babai domethënë kishte mbaruar shkollën e natës për marksizëm-leninizëm. Po, ishte në linjë. Bile tregonte baba më vonë, tha, na mlodhi tata gjyshi, edhe kishte thonë çunave, disi është puna, punët kanë ndryshuar. Njëri nga ju duhet bëhet komunist, që të na shpëtoj neve të tjerëve. Po sinqerisht se tata ka pas 10 fëmijë, 5 çuna, 5 gota. I ndau detyrën. Po, është e vërtet. Edhe tani kush do të merrte detyrën këtë gjë. Baba, zoti më shëroft, sa është bërë për rahmet. Baba tha unë kam më për taci. Tash o tate bëjmë këtë punë. Edhe caktun Ilmin babën, që t'ishte ky domethënë. Edhe ja pa hajrin baba, sa ishte në atë kohë, domethënë se ka qenë gjithmonë kryetar këshilli, ka qenë brigadier, ka qenë, domethënë, gjithmonë post drejtues baba, i shkojte për tipin e tij, domethënë. Edhe unë pastaj vazhdova gjimnazin, pasi ra sistemi, vazhdova gjimnazin. Mirë, po ishin ato pyetjet e moshës që ishin, domethënë, vazhdimisht kur vija nga shkolla, mendojsha një llogari nuk më dilte, shkurt. Por deri në këtë moment, librat që kishe lexuar atë, domethënë siç ka qenë koha, s'ka pas atëherë. Nuk lidheshin me fen. Jo, s'kishte. Nuk e pas ndonjë indicje fetare deri në këtë moment, po them. Përveç asaj që thash. Po, përveç mami, ija, hallat, tezet që mbajshin këto. Se si e merrshin vesh për shkak që duhet ta xhiruar, kjo pastaj ka qenë enigmë vetë. Vërtet? Se duhet këtë kalendar, muaj Ramazani. Pas në atë kohë, si merri vesh? Si merri? Ka qenë kështu. O xhallarët që ishin gjallë, ato që kishin mbet, domethënë, estin me kalendar. Si është historia e kalendarit? Lëvizshin çdo vit 10 ditë, se kështu faktikisht lëviz kalendari islamik. Kalendari hënor, po. A çfarë bëjshin ata për shembull? Në 67-ën u mbyll, po. Çfarë muaj u mbyll? Me 10 mars. Atëherë vitin tjetër 1 mars. Vitin tjetër 20 shkurt. 10 ditë më pas. Tani këtë gjë e llogarisnin vetë ata. E llogarisnin me mendje. E lëvizshin çdo gjë, të gjitha datat, të gjitha festat i lëvizshin me 10 ditë. Me 10 ditë, po. Edhe ecse funksiononte mirë.
Pastaj funksiononin edhe këto radiot arabe, Po? Radio Kairo, radiot arabe që Po. dëgjoheshin nga njëherë. Po duhet dinin arabisht. Po, xhallarët vjen. xhallarët po, Dhe ata njoftonin popullin dhe hapej lajmin, okay. domethënë. E rëndësishme, unë nuk kam pas indicje. Po. Pra nuk është se kam pas duhet besoj apo duhet shkoj për fe, jo. Mirë, po ishte kjo pyetja që ore për çfarë ekzistojmë, çfarë kuptimi ka jeta, domethënë. Domethënë çdo njeri zhvillon një cikël, pastaj vdes, pastaj vin fëmijët e tij një të gjë, pastaj nuk e për, domethënë kjo nuk po e shtyja dot, dhe i them një shokut tim. Ai shkonte në medrese, unë shkoja në gjimnaz, unë e marrja vetëm për medrese, domethënë shkoja unë sepse kisha prirë to që do të bësh o doktor, ose domethënë mësues, ose dëshira ime, ose gjykatës, kjo ka qenë dëshira. Sa mirë që s'u bë asgjë. Pse mund të ishte i shkëlqyer? Gjykatësi. Po thua në lidhje me sistemin, me problemet. sistemin, Mirë, jo. okay, dakord, po. A do e kaloj vettingun apo jo? Edhe i thash ti shokut tim diti, i thash o bashkimi, thash a mjep, thash ato libra do por ti shofi ato librat e tuaj. Por thaj, mirë, më jep gjithë librat. Lexojnë aty lexoj për herë të parë krijimi, bota tjetër, ringjallja. Njeriu nuk ka kriju Zoti, e ku dëgjon etj. Të nesër do të dorëzoja librat unë bashkimit. Thashën ati maj dhe sot, maj më thaj, s'ka problem. I mbajta unë librat, fillova të lexoj terma që si kisha dëgjuar ndonjëherë, gjëra që ishin kështu nga arabishtat pa përkthyer, mirë po mu kjo më tërhiqte më shumë. Edhe nga aty pastaj fillova të jap sipas asaj metodës time, thash, nuk është kështu me fjalë, edhe fillova pastaj të besoj. Pastaj fillova të shkoj në xhami. Tu futa i krymi. Pa, ai virusi. Hera e parë kur keni shkuar në xhami. Çfarë ndjet? Si ishte? Hera parë që kam shkuar në xhami ka qenë xhamia e Shtishit, se unë nga Tujani, Shtishi është sa zbet nga Tujani. Okay. Pa shkun Tufin. Pa shkun Tufin, po është një xhami aty. Po, në xhami e Tujanës. Faktikisht çuni tezës time ose çunat e tezës shkojshin në xhami, kishin filluar ta shkojshin dhe unë marr aty refletas, ka pas libra, po ata merreshin me shkrim gjithçka. Edhe i marrën një shkruaj prej emocionit, prej qefit, i shkruaj çfarë kishin shkruar ato një fletore për një natë. Se unë nuk e kisha problem as shkrimin as leximin, domethënë isha i dhënë. Edhe do shkojshim në xhami. Kur shkojmë në xhami atë ditë, më mend si sot, unë s'disha, vetëm i kisha lexuar gjërat, për shembull siç themin e rinkë mërkuja sesh, po unë nuk e disha se çfarë është kjo. Ata çuna ata ditë nuk erdhën, edhe do të shkojsha unë vetëm, i kisha ndarë mendjen. Edhe shkoj unë. Tashun po i kapem në njonit aty afër. Edhe po e shoh çfarë po bën ai, po bëhet unë sa t'ja marr dorën. Edhe ka qenë fort fare, në një moment ai shkreti për qet vet krun kokën. Edhe i fosit kryt me kokën. Me nova se është për i rritit. Se ka në lidhje me fen. Po faktikisht aty ke fletore nuk më kujtoj të që kishte kryetje kokë kundër. Po nejse, marrun pastaj majti ai Hoxhdulla, ka qenë Hoxhdulla i Tufinës, majti hutme atë asë ligjërat në xhumas, e mora me shumë zemër situatën dhe pastaj duke shku, pastaj lash gjimnazin. Okej. Shkove edhe me Si e pritën prindrit? Babi faktikisht nuk e priti mirë. Mami u knaq, se mami vinte nga një baba që ishte ish muezin, domethënë. Babi tha, jo, tha mos e lë shkollën, tha, po ato ëndrat e tua, dëshirat e tua. Ka qenë hera e parë që unë, domethënë, kundërshtoj babën. Nuk kam pas shku shumë mirë, ua bësha gjithmonë qefin kështu. Tash babu nuk kam vendos se këtu e gjej veten. Mirë, tha bëj çfarë dush. Pastaj babi më mori mësolli tek medreseja, takum një profesor të medreses Ismet Toncica. Ai kishte qenë mësues në Surrel, shok i ngushtë i gjyshit tim, sepse medresantët që dolën nga domethënë ishin të vetmit njerëz që kishin shumë njohurinë mbi gjitha shkencat, çfarë bëri sistemi, nuk ju bëri gjë, po i mori i futi mësues në shkolla. Dhe Ismetin e çoi në Surrel. Ismeti kur shkon në Surrel pyet kush falet këtu, i thon për gjyshin ton se Fer Troksi. Edhe ai bëhet shok me të. Kur shkojnë me babin tek Ismeti burr 2 metra burr me cigare kështu. A më çon ç'a do ti? Tash kam marrë më regjistru shkollë. A tha ka ndryshu punët, tha tani, tha, po ti nga je? Nga Tujoni. E kush ka dal nga Tujoni më çon Hoxh? Si Ismeti zotin shiraf. Edhe tha babi thot gjithë ose kemi lidhje bashkë, i tha Ismetit. Çfarë lidhje tha? Tha ky është Nip Surreli.
E nipi kujt jeti mërçun? Thashëm nipi se fer troksi çert uti. Kështu fiks. Për qafoj kështu. Po ka i problem tha këtë vit, se këtë vit tha e kemi mesatare. Pra vitin e parë i kishin pranuar nxënësit pa mesatare, se ishte viti i parë. Ky ishte viti i dytë i medreses. Sa duhet mesatare? Tha 8 e larta. Unë thashë kam 9.8. I kisha mesatare. Se isha e garantove. E garantova, u vota, pastaj më tha Ismeti, dëgjota, se ishim maj. Tha deri në shtator ta ke 3 muaj kohë. Tha, hajde tha, të mësoj arabishten. Edhe fillova me Ismetin në arabishten. A ty fillove të mësoj edhe arabishten? Edhe arabishten, domethënë shkrimin dhe leximin, me fjalë, pastaj kur erdhi shtatori, besoj se ti arabishten tani e di më mirë se shqipen. Apo jo, nuk jo më mirë, po e di mirë 8 vjet domethënë. 8 vjet në botë. Po shiko, është e vështirë kur e mëson? Nuk është, domethënë gjuha arabe ka 28 shkronja, ka 3 kohë, ka vetëm 3 zanore, ka 3 rasa. Okej. Pra nuk është në gjuhë shumë për atë që i futet domethënë, edhe po të kesh pak dëshirë normalisht, po nuk është gjuhë siç shkruhet, lexohet. Njësoj si shqiptarë, siç e shkruan ashtu e lexon. Vetëm se është nga e djathta në të majt. Se kjo e bën pak të komplikuar. Jo, nuk e bën komplikuar se mësohesh, domethënë ja mëson rendin edhe nuk bën përshtypje. Si ti japësh makinës me timon anglisht. Po, fiks. Shikon, ti kishe mesatare të lartë, besoj e mbajtet mesataren e lartë. Mbajta mesataren, po. Dhe ti mund të shkoj, se aty mësoj edhe shkencë, patjetër. Po medreseja ka pas gjitha. Matematik, fizik. Ishte si gjimnazi, po kishte plus lëndë fetare. Dhe ti mund të shkoje për çfarë do doje, në kuptimin. Po mbas medreses mund shkoje për çfarë doje. Ç'a mund të ishe bërë ti, nëse nuk do ishe bërë, nuk ishe vazhduar studim? Thashun që ëndra ime ka qenë për mjek ose për mësues, për profesor, domethënë, për dhënë mësim, ose gjykatës, këta kam pas ëndër. Si do ishe si mësues sot me këtë brez të rinj që po rriten? Unë jap mësim sot, është shumë e vështirë, me të drejtën. Për një mësues është e vështirë, sepse mendoj se kanë liberalizuar shumë këtë të drejtën e nxënësit, edhe shumë e vështirë për ta mbajtur klasën. Shumë e vështirë. Unë besoj që ti e ke aftësinë që ta mbash klasën. Kam aftësinë. E ke pedagogjinë, e ke. Po, i përdor të gjitha metodikat. Po flas. I hyn nxënës studentit, i hyn psikologji, e psikologjisë mirë kam. Po, më flas për një mësues, domethënë, i cili sidomos kur është në fillimet e veta, e ka të vështirë. Sepse vetëm një nxënës krijoi lojën, ta prish të gjithën. Absolutisht, po. Dhe ti gradualisht humb autoritetin, humb rolin tënd si mësues, bie si institucion. Të del vetja nga qefi. Po. Të del vetja nga qefi. Ndërsa në kohën tonë, me të drejtën, pavarësisht sistemit, ama mësuesi ishte autoritar, mësuesi ishte gjithçka. 26 vjeç jam unë, po ama njësoj ka ndodhur edhe me brezin tim. Pra mësuesi ishte vërtet gjithçka. Kur hynte në klasë, nuk pipëtinte miza. Sepse donin ta respektonin, jo për kishte momente të caktuara që një mësues le të themi abuzonte me pozicionin e tij, po ishin shumë të rralla këto raste në krahasim me se si funksiononte gjëja. Pastaj nxënësit më të mirë le të themi të medreseve të Shqipërisë i përzgjodhen, patëm një kamping veror 3 mujor dhe na çuan në Siri. Në Siri. Bëhet fjalë për vitin 93, 97, po. 4 vjet. Pastaj nga Siria u pranova në Universitetin Islamik të Medinas. Po një sekond, në Siri ishte ky 3 vjeçari ç'a ishte? 4 vjet. 4 vjet ishte. Vazhdim asaj që lam këtu, bëm arabishten dhe plotësuam. Pra, studentët më të mirët shkuan. Ishte universitet. Jo, shkollë mesme. Ishte shkollë mesme, sepse këtu bëra 2 vjet. E kuptoj. Dhe pastaj bëm një vit gjuhë, pastaj ashtu. Pastaj nxënësit më të mirë, atë faktikisht në Siri kemi kujtime shumë të mira, shumë popull babaxhan. Dua të pyes pak realisht për Sirinë. Sistemi ishte komunist, domethënë sistem totalitar. I Asadit dhe i babai i tij. Hafez al-Asad. Domethënë nuk kishte liri fjalë, nuk kishte. Nëse ne ndonjëherë si evropian bëshim në shaka në klasë, ata thoshin mos se domethënë na mbyllet shkolla. Shaka për shembull një fjalë ndaj pushtetit ose ndaj pakënaqësi për shembull ta shprehje. Zbëhesh fjalë. Ju ndiheshit që ishte edhe nga që ishit u huaj dhe thonit hajt se kush po merret me ne domethënë. Po jo, merresh. Nuk ishte ashtu. Në fakt ju duhet ta dini të mirë se vinit nga Shqipëria, e kishit jetuar. Njeriu ka problematik, njeriu harron shumë shpejt. Ne me të vërtet vishim nga një sistem që ishte më keq se ai, po njeriu harron. Është dëshira e njeriu për të harruar apo është thjesht natyra? Është natyra e njeriu të tillë.
Do të thonë kur njeriu kalon një fazë, po. Për këtë arsye kam pas thonë të moçmit, nga do që të vish mos harro nga ka ardhur, mos harro nga ka ardhur. Disa të shërben ajo që ti të kuptosh, do të thonë të kaluarën tënde në mënyrë që kur has në njerëz me të njëjtat le të themi situacione, u kupton hallin, u kupton sikletin. Pra mos flasësh me njerëz nga lart, po përshtatesh me hallin e tyre, me sikletin e tyre. Jetuam atje 4 vjet. Siria duhet të jetë interesante nga pikpamja e popullit, po edhe kulturës. Edhe kulturës e të bashkëjetesës ndërfetare. Po, absolutisht. Siria është një shtet musliman patjetër, por kam përshtypjen që ka edhe të krishterët ndër më të vjetrit. Po, madje ka atje sekte të krishterë, të cilat, domethënë vonë janë azhurnuar në le të themi në kupolën e kishës katolike apo në kupolën e kishës ortodokse. Kanë qenë siç kanë qenë në atë kohë, kanë vazhduar me atë të vetën, po. Madje për gjërave më interesante që ka Siria, është një fshat në Siri që flet gjuhën araimike. Aramaike, gjuhën e Jezu Krishtit. Gjuhën e Jezu Krishtit, po. I vetmi fshat në botë. Okej. Aramaishtja është gjuha që ka folur Jezu Krishti. Gjuha nga vin arabishtja dhe hebraishtja. Po, ajo është origjina dhe arabishtës dhe hebraishtes. Shumë interesant, është një fshat vetëm. Mendoja se ishte gjuhë e zhdukur. Jo, është një fshat në Siri. Që flet aramaisht. Është vetëm një fshat, atëherë problemi është që jo, është një fshat goxha i madh, plus që shteti i ka të gjitha le të themi kurrikulat në gjuhën araimiste. Okej, në mënyrë që ta ruaj. Vërtet? Po. Në atë kohë bëjmë fjalë. Edhe sot e kësaj dite, po, kam ndjekur domethënë dokumentarët, sepse çish atë herë e dishim edhe vazhdon në një linjë. Interesante. Ama si popull, nuk ka popull më bujar, popull më të butë, popull më të dashur, sidomos kur merreshim vesh për shkak që ne jemi të huaj, kemi ardhur për kërkimin e diturisë. Shiko, ata nuk është se kishin shumë mirë qenie, po atë që kishin. E di pse të pyes për Sirinë, se do të pyes edhe për Arabinë Saudite, sepse ne jemi më shumë, po themi, të orientuar edhe për shkak të ndikimit mediatik, edhe për shkak të, po themi, projekteve politike nga perëndimi, dhe perëndimin e njohim deri diku për shkak të emigrimit, Dhe lindja edhe interesat tona kanë qenë më shumë nga krahu i perëndimit, domethënë. Patjetër. Dhe lindja na duket pak egzotike, pak e mistershme. E largët shumë nga realiteti jonë. E largët në kuptimin e panjohur. Se larg nuk është shumë. Jo, nuk është shumë e larg, njësoj është largësia, po. Jo, nuk flas për largësi gjeografike. Dhe prandaj kjo ngjall goxha interes, po them, pjesa e lindja, duke nisur që nga lindja e mesme, flasim, që nga Levanti, ku është Siria, Libani, Izraeli, Palestina, po them. Dhe pastaj duke vazhduar me vendet e Gjirit. Dhe ti e kishe, po them, pati një shok kulturor, po them, apo jo? Përshtateshin shumë me ne. Do të thonë më shumë ishte kënaqësia, më shumë ishte mirësia që mbizotëronte se sa një shok. Se nuk është se atje mahniteshe se kishte shumë fe, apo mahniteshe se kishte shumë materializëm. Do të thonë ne shkuam nga Shqipëria në Siri, do të thonë nuk është se kishte ndonjë wow,